Në Pogradec u festuar 90 vjetori i krijimit të bibliotekës publike që aktualisht mban emrin e mjeshtrit të madh të letrave shqipe dhe ekonomisë Mitrush Kutelit. Duhet t'ju jap edhe një lajm të mirë që i gjithë ky institucion është përfunduar projekti ku përfshihet edhe biblioteka e Pogradecit, e cila do bëhet bashkëkohore dhe besoj që shumë shpejt kemi marrë dhe aprovimin e fondit nga qeveria. Ka bërë këtë bashkëkohore dhe bibliotekën për gjithë pallatin e kulturës. Në fakt, kjo biblioteke ka zanafillën e saj me shtatë shkurt të vitit largët 1935, kohë kur u krijua me iniciativën e 25 arsimtarëve pogradecar. Ministria e Arsimit e mbështeti projektin duke paguar 1/5 e fondit të mbledhur nga mësuesit dhe të arsimtarët, dhënë 2 ditë pagë vjetore për të blerë libra pedagogjik që do të ndihmonin brezat e rinj. Krijimi i kësaj biblioteke atëherë ishte një akt patriotik dhe dritë dije për qytetin e vogël, që më vonë do të bëjë vatër kulturore për gjithë rajonin. Prej 90 vjetësh, biblioteka ka ndriçuar rrugën e dijes dhe ka frymëzuar breza të tërë nxënësish, lexuesish e krijuesish në Pogradec dhe Mëgjer. Do të shfaq impresionet e mia, cila kam qenë që në klasë të parë, një antare e kësaj biblioteke dhe vazhdoj të jem ende. Pra jam 55 vjet antare e bibliotekës së qytetit. Këtu kishte punonjës mjaft të dedikuar, punonjës mjaft të apasionuar, veç puna e tyre ne na solli dashurinë për librin. Jam shumë krenare dhe shumë e gëzuar dhe emocionuar që arrita kësaj dite që e pas të zhvilluar të bukur 90 vjetorin. Biblioteka ka qenë burim dashurie për librin. Lexuesit nuk ishim pak, lexues kishim nga të tëra moshat. Brezit të rinj mos e ndaj librin, dashuroj librin, ta ketë shokun më të mirë, se vetëm ai nuk të zhgënjen. Në ditëlindje të tilla të vjen ndërmend mesazhi që të ruajmë këtë trashëgimi, të çojmë përpara dashurinë për librin, sepse aty rrënjoset kultura dhe qëndron përjetësia e Pogradecit. Në aktivitet morën pjesë edhe kryetari i Këshillit të Qarkut Petrik Atollkuçi, drejtues të tjerë vendor dhe personel nga bibliotekat e rretheve, asistuan përfaqësues të shtëpive botuese e fondacioneve të ndryshme që kanë kontribuar duke dhuruar libra për pasurimin e fondit të bibliotekës publike të Pogradecit.